Ndërkohë që Meta tha që shiko, unë nuk mbaj përgjegjësi as për fëmijët. Pra, e hodhi përgjegjësinë s'kam përdorur gjë. Pra, ju mendoni që ka një shitje brenda Inshqiftit këtu, së pari. Së dyti, mesazhet e koduara të Veliajt nga burgu. Tani çfarë do të thuash? Çfarë të themi për Veliajin apo për njërin dhe për tjetrën? Pra, dy çështje që ju mendoni çfarë ka këtu brenda. Tani zoti Meta për mendimin tim ka një betejë të gjatë politike dhe juridike, por ajo që unë mendoj për zotin Meta, ashtu siç e kemi diskutuar edhe këtu, kur ne kemi thënë ose kur unë kam thënë që në momentalisht Chelsea në det, edhe në një intervistë që kam bërë tek ju, kam thënë që këto Chelsea më duket se po fillojnë edhe po ngrihen pak lart dhe është personi që shkon në zhytet edhe ka gjetur Chelsea dhe po i ngren në det tani, në ajër. Në ajër të detit, besoj. Avokati jeni i qartë. Okej. Tani, unë nuk e kuptoj tani të jem realist, çfarë nuk kupton ajo që unë nuk kam pasuri, sepse zoti Meta pasurin e ka të deklaruar nga momenti ku ka qenë funksionar publik i shtetit shqiptar dhe e keni atje. Unë asnjëherë nuk jap përgjigje në rast se një person është me pasuri të fshehtë, sepse për mua derisa është e fshehtë, është sekret dhe nuk deklarohet. Në rast se është një pasuri e fshehtë. Dhe në derisa organi publik, që është SPAK-u, që ka atributet kushtetuese që të hetoj dhe të gjej pasuri të cilat janë sekrete dhe të fshehura, nuk e ka gjetur, bie çdo gjë alibi që ka ndodhur për Metën për pasuri të fshehura sepse ai nuk ka konkretisht. Pra, për ata që thonin që Meta është hajdut, krye hajdut dhe kështu me radhë, duhet të fshihen ose të paktën mos të flasin më në rast se SPAK-u nuk ka gjetur një shtëpi që ai të ketë ose para që ai të ketë fshehur. Mikjo, rasti i lobimit ka dështuar me kohë zotëri, sepse ai ka qenë kryetar parlamenti, 1, dhe rasti 2, pastaj ka qenë president republike 2. Pra, me zor të bëjnë të pandehur, të bëjnë sepse qëllimi ka qenë politik. Pra, Partia Socialiste Edi Rama, në asamblenë e Partisë Socialiste, ka thonë, ore merrini me këta që të cilët unë i lëshoj të drejtësia e pavarëpanshme. Ose lavatrice, ajo teza juaj tjetër. Lavatrice, po do të çuditesh kur të dalin disa lavatrice në gjykatën e lartë, por gjithsesi do presim, sepse është ky rasti që po presim. Gjithsesi do ta themi herë tjetër, se mos i them gjitha tani dhe pastaj kalon gjithë ajo edhe duhet presim, durojmë, faktori durojmë. Ata akuzojnë si politike, nisu nga emërimet, po. Po fal, kush e akuzon? Një pjesë e opinionit, por edhe politika, opozita. Më fal, unë nuk e kam akuzuar kolegjin penal politik, nuk kam thënë plepa 2, unë kur i kam thënë unë këtë gjëra, plepa 2, edhe lavatrice këto i keni autorsin. Po, këto emra që ju citoni, që thënë opozita tani dele dhe thot për këta, këto banin atë rrugën e, për shembull, Dashej, vend të thot falje publike që ne besuam një SPAK i cili na e futi, zoti Enkeleta Libea i cili thoshte më fal popullit sepse SPAK-u ma futi dhe më shkoi dhe më procedoi familjen e Kaplane që punonte për Libeajn. Pra, në vend na thon një falje publike sepse u den nga një mashtruese e cila dilte dhe thoshte për reforma të cilët kanë edhe gabime, ndërkohë populli shqiptar nuk kishte gjykatë kushtetuese, gjykatë të lartë dhe nuk po merr drejtësinë e duhur. E dini për kë mashtruese kam fjalën unë, për zonjën Jurikim, e cila na mashtronte për reformën e suksesshme, që nuk ka qenë kurrë e suksesshme, sepse reformat bën për të përmirësuar gabimet e së shkuarës dhe jo për të hapë gropa dhe për të groposur qytetarët shqiptar me 167.000 dosje. Edhe duke vendosur gjykata e lartë mos pranime rekurse, duke shkelur çdo të drejtë procedurale të çdo palë në proces penal, civil dhe administrativ. Pra,
të lutem mos më thuaj për këtë opozitë, e cila kjo opozitë ka lajthitur bashkë me qeverisjen aktuale të Shqipërisë. Por, në rasti Meta të jemi realist, do kohë derisa të shikohet situata e tij dhe politike dhe juridike, por mendimi im juridike do jetë me surpriza, se jam I bindur që do të ftohet deputetja pa emër tani, deputetja që ka propozuar ligjin favorizues që Spaku akuzon Metën, dhe përveç kësaj do të ftohet edhe zoti Rama, I cili ka urdhëruar grupin parlamentar që të votojnë për atë ligj favorizues që ja ngarkojnë zotit Meta, I cili ka qenë kryetar parlamentit. Dhe pastaj nuk do shkojmë te fjalia lavatrice, po do shkojmë te fjalia se si Spaku përdoret për të goditur politika shqiptare dhe jo se si ne qytetarët shqiptar duhet kuptojmë që në burg ata bëhen hero dhe ne bëhemi viktim. Por ne duhet të bëhemi hero duke ndërshkuar politikanët dhe klasën politike me votë. Dhe jo duke fuqizuar klasën politike duke votuar kush është hajdut edhe kush konkuron më shumë se sa është hajdut. Te kjo lojë jemi futur ne dhe na kanë futur këta ndërkombëtarët Alexhi që vinë këtu 3 vite këtu rrinë edhe ikin edhe bën xhiro dhe pagon me nga shteti I tyre dhe bën sikur po punojnë për interesat e popullit shqiptar. Do të jesh shumë budalla të mendosh që një ambasador vjen në Shqipëri edhe punon për interesat e Shqipërisë. Do jesh budalla, do jesh UFO, se punë tjetër s'ka të bëjë. Dhe do jesh shumë budalla të perceptosh që një ambasador tradhton interesat e vendit të tij për të thënë sa të bukur dhe yllla jeni ju këtu në Shqipëri. Do jesh shumë budalla. Pra, fjalia budalla nuk e ish nga fjalia, do thënë një fjalë ignorant, po jo, budalla duhet të jesh, të besosh te ambasadorët të cilët mendojnë se po punojnë për Shqipërinë. Nuk punon asnjë ambasador për Shqipërinë. Se futet në burr në kokrën e Birucës në vendin e tij në rast se konstatohet një rast I tillë. Edhe për reformën në drejtësi. Reforma në drejtësi ka qenë shkatrim. Pra, për zotin Meta, ky është qëllimi im dhe qëndrimi im politik. Ai ka partinë, ka 4 deputet momentalisht, juridik ai le të ftoj në gjyq zotin Rama dhe aty do shikojmë show politik dhe aty do të shikojmë se si Spaku dështon në një procedim penal me qëllim dështimi, por me qëllim eliminimi fizik të një individi. Këtë të fundit. Po, burgu çfarë është? Eliminim fizik është. Nuk them vrasje, ti mos më ço tek këto skenaret e vrasjes. Rasti Veliaj? Shiko, Velia për mendimin tim duhet kuptojnë ata të cilët janë brenda Partisë Socialiste dhe përdoren si prezervative dhe lëshojnë në të ardhmen. Pra, unë mendoj që rasti Veliaj është mësim për ata të cilët janë afër ose punojnë me Partinë Socialiste, që mund të bënë statistik për shkak të nevojës ekstreme. Zoti Veliaj për të gjithë dihet që ka qenë personi I cili mund të merrte karriken e kryetarit të Partisë Socialiste dhe të munde zoti Ramën brenda Partisë Socialiste, sepse ju duhet ta dini dhe dini shumë mirë, Partia Socialiste po ka pushtet dhe para është shumë mirë. Po I mungon një nga këto të dyja shumë keq. Pra do të thotë që zoti Veliaj ishte në rrugën e dur të merrte drejtimin e Partisë Socialiste. Por duke qenë në këto kushte, zoti Veliaj arriti përfundimin e tij politik në atë fazë që flasëm që është në burg, por unë mendoj që në një moment të dytë edhe për zotin Veliaj do të ketë një shpresë, por nuk e di a janë të aftë ata të cilën e mbrojnë juridikisht dhe ata të cilët e mbrojnë përtej politikës, interesat të caktuara, të cilët e shikojnë jo të mirë largimin e tij sepse nuk kanë më aksesin e dur për të bërë kërkesa politike që të jenë ato të kënaqshme ndaj një pushteti ekonomik të caktuar që ishte atashuar pranë zotit Veliaj. Prandaj e them pak në mënyrë të gjerë këtë gjë. Zoti Veliaj për mendimin tim është I rrezikuar
do të thoja është nga një nga rastet të cilët gjej megjithënë atë mundësinë që të shpreh në mënyrë kaq shumë juridike, se sa është e pabesueshme. Pra, spaku i partisë, që është vetë pjesë partisë, pra zoti Velia është socialist, nuk e di a ka qenë në të shkruarin e komunist, por socialist derisa është pjesë e Partisë Socialiste. Dhe ajo që mua më çudit është që zoti Dado dhe zoti Dumani kanë aplikuar kodin procedurës penale të Republikës së Shqipërisë ndaj zotit Velie në mënyrë që se kanë bërë as ndaj zotit Berisha, as ndaj zotit Ahmetajt, as ndaj zotit Beqaj, as ndaj zotit Meta, asnjë nga këta. Pra, kanë shkuar dhe kanë bërë një veprim të cilët kodi e përcakton dhe kanë shkuar dhe ja kanë bërë atë që duhet i kishin bërë një personit që është në procedim penal e sipër. Por çfarë kanë harruar ata që ja kanë bërë atit? Po çfarë kanë harruar ata? Ata kanë harruar diçka që në kodin e procedurës penale dhe në praktikën unifikuese kërkojnë që këto veprime që i atribuohen zotit të Veliaj duhet të jenë bashkarisht 3 pikat, duhet të jenë në mënyrë konstante, në të njëjtën kohë, në të njëjtën moment, jo të jenë të shkëputura nga njëra tjetrën, sepse nuk kanë pikë vlere më për procedimin penal. Unë mendoj se zoti Veliaj, në rast se kemi një drejtësi të pavarur, të paanshëm dhe jo ndikuar politikisht, del nga burgu. Merre lajme, del nga burgu. Dhe do ta arsyetoj ashtu siç duhet, sepse unë nuk bëj as pakt, as bëj ndaj fres ndaj partie politike, as ndaj kryetari e as ndaj njëri që ka halle dhe shqetësime pse mbajnë qëndrime dhe ashtu siç duhet për mua juridike. Se janë të vërteta, nuk më intereson fare. Mendimi im politik për zotin Veliaj, dihet. Ai nuk meriton të ishte kryetar bashkie, dihet. Por unë them edhe po e saktësoj dhe them gjithmonë, përmes votës do shkohet politikane dhe nuk del më në dera e shtëpisë vet. Në burg fuqizohet dhe bëhet hero. Ma jeni men nga ana ime. Tani shkojmë te Veliaj. Se dua ta diskutoj sepse nuk mund të akuzohemi, jo se akuzojmë, jo se më intereson, por të na thënë që shiko, ne përdorim standarde. Jo, avokati që flet në publik nuk ka mbajtur për asnjë, edhe si ka bërë asnjëri prej tyre fresk për të favorizuar veten e tij, në krahasim me të tjerë që kanë bërë fresk dhe kanë marrë edhe fruto, edhe leko, edhe euro, që të bëjnë lavazh spakut, edhe tani dalin edhe bëjnë, jo lavazh spakut, por tani flasin që spaku është jashtë shinave dhe jashtë standardeve të demokracisë, i shikoni vetë edhe i stamponi ata të cilët kanë lëvizur te prezumimi i pafajësisë, po na e kam thënë edhe unë, po nas na e kanë dëgjuar, por thoshin arrestohet Berisha, bukur e kanë bërë, arrestu Meta në mënyrë të dhunshëm, bukur, ku ka dhunë, dhe arrestohet Veliaj, ua, ç'o spaku është ky? Lere, se do dalin edhe ata nga dalë. Tani shkojmë te zoti Veliaj. Atëherë i nderuar, që të jemi ashtu siç duhet dhe unë gjithmonë analizoj gjërat politike ashtu siç duhet dhe juridike, tani të shkojmë tek fakti juridik. Zoti Veliaj është një person i cili është marrë një masë sigurie ndaj tij. Tani, te kjo masë sigurisë është bërë për korrupsion, pastrim produkteve të veprës penale dhe mosdeklarim të ardhurash. Te pastrim produkteve të veprës penale për mua ka ikur me kohë, nuk hyn punë për zotin Veliaj. Për korrupsion pasiv dhe masa e tij sigurisë arrest në burg. Pse zoti Veliaj arrestohet në burg dhe zoti Abdyle nuk futet në burg dhe madje del edhe nga burgu në apeli? Është arrest shtëpie. Po. Pse zonja e tij është detyrim paraqitje dhe jo në një masë ekstreme arrest në shtëpi? Për shkak të fëmijës. Po mirë, po pse zonja Kryemadhi është jashtë detyrim paraqitje dhe disa të tjerë janë po detyrim paraqitje? Po Bekteshi edhe rasti që është me Berishën edhe Veliajin që është detyrim paraqitje. Çfarë po mban ai? Baktit? Këtë nuk e di. Po jo, më thuaj ti mua se
Unë po të pyes, a është drejtësi e mirë, e organizuar, e amerikano-kanadeze, australiane që thoni gjithë ju që besoni që ata do bëjnë ata? Drejtësia është interpretim. Jo, më fal. Çfarë interpretim? Ç'do të bëjmë interpretim aty? Ai interpreton ligjin, Ai thua, or zotri, ai thua ti që Velia është burgaxhi, hajdut, kriminal, po supozojmë themi. Që është. Mirë. Unë po them ty. Po si ka mundësi të këto maza sigurisht që këta janë një grup, njëri ma çon në burg, tjetri ma lën bën fresk, tjetri ma bën turist. Dhe vjen çdo muaj të jep deklarime dhe parat mode aty përpara spak. Tani kërkuesi, më dëgjoj nga. Kërkuesi që vendos një masë sigurie, unë jam prokuroria i them gjykatës kërkoj që ndaj këtij vendos këto masa. Edhe arrest në burg është ekstreme që kërkon prokuroria dhe gjykata mund ta ndryshojë ta bëjë arrest në shtëpi, po nuk mund të bëjë për shembull arrest në burg. Gjykata, se ka të drejtë. Mund vetëm të ndryshojë të bëjë më të butë. Edhe unë po të pyes ty, Veliajn dhe të tjerë që janë të proceduar për të njëjtat vepra penale, pse duhet përdoret kështu? Për metën, pse duhet përdoret arrest në burg? Çfarë rrezikon dhe kujt i rrezikon Meta dhe Veliaj? Shikoj emra tani. Meta dhe Veliaj të jenë në burg. A janë të dy socialistë? Tani po, se Meta është komunist, vje socialist dhe akoma rroft partia është edhe ai. Por a janë të dy komunistë? Po. A janë të dy socialistë? Po. A janë të dy njerëz që në rast se bashkohen janë kundër Ramës? Po. Kur Berisha bëhet palë me Ramën për votu ligje, s'do bën dy socialista për të goditur atë që kanë brenda shtëpisë tyre. Pra këtu dalim avokat një koment fundit, me që në vazhdim të kësaj, ka diçka që e shqetëson Ramën me gjithë